podcast është vetëm për të Kem në Tajlandë tani plako dhe unë I them Senaldo tani do ta mbaj në gojë. Dia më në gojë dhe unë I them Senaldo, çfarë është çuna për gocë? Kush ta mbajti në gojë? Ai goca apo unë? Trendin e fundit që kam dëgjuar, mbase TikTok më bën lërë më. Sa gra kishin qef burrat që nuk e lanin mirë bythën. E dëgjon herë? Mert pa një histori thot, femrat nuk po martohen me burrat për stabilitet financiar apo gjëra materiale, por thjesht bazuar në karakteristikat e tyre, domethënë në karakterin e tyre. Dhe ndaj shumica jemi single. Sidomos meshkujt si më thënë, udhëhiqen shpeshherë më shumë se sa femrat nga instiktet. E pra ne që bëjmë shumë gabime se jemi predispozuar për këtë, nuk është se dum. Ti vetë të ndojme më shpejt e jo shumë më shpejt. Kemi dhe sfida, ti vetë është një që stale edhe du të sfidoj vetën tive, që të ma lejt. Ti je martu me gru me fëmijë, po ti thu tash ma vështirësoni çikët se unë kam dhe gru dhe kalamore që fshara do të merren edhe me ty. Ka shumë gjëra që mund të bësh para se të dëgjosh podcastin ton. Mund të luash me fëmijën tënd që sapo ka filluar të ecë, të fillosh të kalosh kohë të çmueshme me gjyshit e tu që po ikin bleshkari. Një natë pasionante me njeriu në zemrës ose një udhtim me prindrit e tu që kanë sakrifikuar kaq shumë për ty. Ti përqendrohu te çfarë është e rëndësishme për ty, kurse ne, njësoj si ty, do fokusohemi të sjellim buzëqeshjen tënde sepse është gjë më e rëndësishme për ne. Dëgjoj podcastin. Mos më merr me ato të shtëpisë. Spider-Man. Ku je Lucifer? Çabane dhe prove, si e prove. Mateo, si e? Nëse do zgjidhemi ti Spider-Manit, Lucimenit edhe Supermanit dhe Supermani, Spider-Mani dhe Batmani. Dhe Kacajelmeni. Dhe Kyçmeni, ma me Kyçmeni që kemi bo podcast Kyçmeni. Më të gjithë në shtëpia, në vërtetë. Më të ishte në shtëpia, si le. Do të më dal Supermani plako, stilte do të. Ikishim më Kyçmeni. Vetë drynë kudo. Este me drynë. Nëse, këto si dhe Spider-Man, Batman, Spider-Man, Supermani u plak. Me i qitë gjithë. Pa e shofin gjithë suratën e bërë. Ai s'kishte një kështu maskë. Imagjino të vite syze dhe papritur ishte një njeri normal. Ose çfarë, kush do ta kërcënonte nga familja atë falidesh. S'kishte shans. Apo i meshin dashnore. S'kishte familje fare. Të dashnore aty kishte pite dobët, vishin ata të qitë dhe i sulmoni dashnore. Po të veshre. Dashnore. Superherojt plako nuk kanë dashnore, nuk kanë asgjë për të humbur. No, se vetëm vlla bëjnë, po s'bëjnë më shumë. Bojnë, aq e kanë. Aty e kanë. Kështu që po kur fleti ke vërtet parë me Supermanin që e pyetën shoqjet e vet, si të duk? Si shkoi nga ata deshme, tha që çka tha, prisja më shumë. Po, prisja më shumë nga Supermani. Imagjino. Shifja ato memet që kanë dalë tani plako për shkak që ai tipi pagun 40.000 euro udhtim në një jat personal për të shkuar me pushime diku në një vend kështu eksotik. Edhe ai thot, "Më fal, sa shkoi gjithë udhëtimi?" Ky i thot, 40.000 euro për shembull. Ai, i okay që thotë. Si okay që ti. Si okay, më është një shtëpi, moj. Është një shtëpi dhe diku është edhe 3 shtëpia. Si okay që, okay, ai kështu. Ai, bravo, s'është okay. Imagjino të shohësh në një shkallë. Ke testuar shumë me gruan tatë për shembull që dal për shembull. Pagu shumë i dark se ca rrobe bëhet më dark për shembull, paguaj shumë $500 ose 500 euro darkë dhe thotë jo sa shkoj. Do ti 500 euro. Mirë, jo keq. Si jo keq, 500 euro dy veta. E para herë po bën shumë gabime trashënia se këto nuk janë shifra grash, janë shifra dashnores. Okej. Kështu që kujdesi që kur thosh ke çu gruan atje. Ke çu dashnore, fal. Si jo me çifra atje do të ndrosh dashnore. Po. Ishmanzi jo, ato të veta dhe bëhen këto, ishte më letë. Normale se ajo punë shtëpi. Ato të veta do bëhen. Me ato të veta. Nëse, fillojmë për këtë podcast madhështuar. E pritet do të fillojmë me gjë plagë që do bëhet virale së shpejti, se e kam parashikuar. Po. Edhe atë scenarion makinë duke dhënë mjetet, ëh? E përse. Po. Si e konsiderove si video? Do të normale. Super video, plako. Super video. Super kacat. Ishte kacat. Po, si ishte Stenaldo jo, bro, Jo, ishte Stenaldo, se doli nëna vetë, tha, është Stenaldo, tha, dhe bile sa i tha, kam edhe video plot tjera. Ai makinës sa më. Po për zoti.
Se ka problem fare. Kam video të tjera tha plot duke dhënë biçikletës. Bile se më thot herë tha mami do t'jave avionit që jam mos e që kamikaze. Nuk është pak frik? Po se si nuk kishte njëri e plako se kjo më bëni jetë plecja të Fakta një. plak do jep të avionit, se ka qenë musliman. Do jep të avionit, po pastaj ka leu bë krishter, edhe aty tha nuk e du t'i jap më avionit. Plus që e kuptoj që edhe kullat kishin ra. Po, i thanë, kush ka ra kullat? Karakulla, kush karakulla si që i vara motrën e kullave? Kush i ka hodhë kullat? I ka hodhë Ajmi Sadi. Kush? Talibani. Kush më rrugë? Ajmi Sadi. Sama Bin Laden. Sama Bin Laden. Ajmi Sadi mëse jefti. Ajmi Sadi. Ajmi Sadi. Ajmi Sadi. Dice Ai ka udhë. Ai thot Ajmi Sadi, jo Ajmi Sadi. Ajmi Sadi. Ajmi Sadi. Po jeve se misali. Tani apo si Terezi, Nuk di çfarë bëhet edhe nga ty, po janë shumë gjëra me volume të ndryshme në. Që po i dëgjoj. Çfarë bën? Me volume ndryshme çfarë? Jo, dëgjoj zhurma. Po çfarë bën ulë ka? Se unë Po qëndrova për. Po ulë mjullte penxherin këtu. Po të penxherin. Kisha bën balkon, po e bëja podcast në balkon. Po tani? Dëgjon tani vetëm njerëz të familjes time që ulë rast. Ato pas kanë qenë pra. Atyre nuk i bëjmë dot mjut se ajo është jeta që vazhdon. Po, fatkeqësisht unë që jam në fakt në një shopping mall edhe si janë ato scam shplagë që bëjnë telefon, ato scam thot po të marr nga Vodafone i scam gjasë, edhe po llogarin tënde që ti s'ke paguar, ndërkohë ai aty mall, ka lënë rrobën tonë. Ai mall komplet. Po të qifra malën. Ku i thotë në Vodafone, unë jam të fol me Lucifer. Lucifer foli atë qifra, më jeni si bëjmë në të ardhmen. Po do janë episodet e të ardhmes kur kemi në 4-5 edhe duam të dalë gjithkohës. Çfarë do bësh bro? Çfarë do bësh? Do bësh kyçmenë dhe më gjithë prena. Kyçmenë ai zgjedh gjithë në shpia. Nëse si të duke i qorri, domethënë se Ronaldo nuk e dhon mjetë edhe kur. Si pas gjithë kishte dhe gjithë thonin sa i guximshëm, sa i fuqishëm. Qarë bulleti ka. Shqiptarët Laura janë kështu të mbështesin gjithkohën, thon drejtën. Po sa kohë nuk e ke përballë me makinë që të qino. Po. Aty po. Apo kur që si ti do makinës nga lagja aty çdo gjë është në rregull. Çdo gjë është në rregull. Po si nuk e foli njëri se e pash plagë që e kishin në sjell në shtëpinë e Big Brother dhe thash me siguri do ta diskutojmë. Tash ta flasim nuk e besova po që është e vërtetë, se ti e vërtetë, se ti e thënal. Po tha nona vetë, po nona vetë. Po çfarë tha nona vetë është ku ka syt nona vetë. Vall, jo, e kapla. Kur e pash nonën Senaldo duke u gjalë gjithë kohë, thash kjo me siguri do një shtëpi, edhe kur e pyeta çfarë do bënte Senaldo me shtëpinë e madh, tha masa një shtëpi. Edhe thash ose më e gjeta. Po duke fol Bledi Mane e pyetën po mirë aty Senaldo do shkoj ta ke nusja ose do marrë nusë do vëzhgjen edhe. Po ti s'ke menduar ta bëjë tënde i qish i buza. Ti kuptoj që donte të loqë. Çfarë thua? Se kisha menduar kur. Se gjithë vinë për shtëpi, nuk është se vinë për loqë për ne. Për loqë, po. Nëse si është jeta. Nëse është jeta, sot do loqë, nëse s'do loqë. Do loqë, s'do loqë. Omo nuk sheve, më qenë për platin e Snajta për. Omo nuk sheve si të? Po, ai kështu, në si kështu. Fali, tani isha duke ecur. Po i ka qarë. E rejto arogancën e kjo invalidë. Nuk e di. Të dashur ndjekës, nuk e di pse Luciferi ka një antipati shumë madhe për Senaldo. Ose di pse. Unë të Luizeli e dum fort, sepse është njëri mrekullueshëm mbi gjitha. Po pse e ke ti na? S'është si zi apo? Ja di, e shpirtin e ka të bardh. Kollaj. Unë s'kam asgjë gjë me Senaldo për sa ai nuk flet. Kur ka dhe sobrietatin dhe arrogancën e të folë e urre. Ju nuk jeni fare inteligjencë, ju keni mbaruar një shkollë shumë të ulët për... Kur ketë shumë artikulima, ishtë truni fare, shumë artikulume dhe komplet kjo është i knajtësi, Luizi e karakterizon madhështia e ti e një njeriu të urtë që po është Luizeli është ka aty brenda. Po bën sikur ka zbuluar çdo gjë plako dhe japin drejtën që ky t'i vej pikën mbi. Po dhe ti bolli ti shef. Po tamam ti shef. Pse duhet unë tani ta marr seriozisht kur
Stenaldo po fliste për El Clasico në 2013-s, kur Që se Leo ka pa Messi fare. se ka pa fare. Pikërisht. Kur Leo Messi u fut aty në krah, po Ronaldo ka një superioritet ndaj tij dhe kalonte, thash ky kare, ky nuk mund të flasë dot, ai ishte gol, ai ishte penalti, ai ishte offside. Ai shtyu, as shtyu. Ai shtyu, as shtyu, nuk flet dot realisht, po bazohet ke fjalët e atij komentatori. Kështu që më mi leje të më bet. Po jo, plako, gjithë duke dëgju se si ishte neshja 2013 e Klasiko. Në fakt do të dia si do ta shpjegonte Stenaldo për shembull atë neshën Serbi Shqipëri me dronin. Këtë që e mamen atë moment që vetëm një kucimtar, patriot që mbaj mend që një dron që mbuloi gjithë stadiumin, ai që i ka merrë vetë, një dron që mbuloi gjithë stadiumin me një flamur ai gigant sa që gjithë Beogradi ton mbaj mend që ndaloi shiu gjysmën e Beogradit se ishte ky flamuri. Gjysma tjetër vazhdonte shiu binde dhe hyn brenda të armatosur me shpatat dhe me dy shqiponja me 3 krena. Po, jo, shqiponja ishin ndjem tan, po ishte gjithë stadiumi usulën ndjemve tan që ishin me lloj armësh, dhe ndjem tan vetëm me një lloj kung fuje që vetëm troja tona mund ta kenë. Vetëm kung fu panda dhe ky çmeni mund ta kishin krijuar atë. Po. Në imagjinatën e tyre më të thellë. Po, imagjino. Po imagjino si mund të mbaj veni shumë të thjesht duke dëgjosh se po ndodh. Çfarë po zia. Po i mona rrekare. Nuk ka gjithë gjithë ko plako. Sa gjona që nuk i shef dot, mos u mundohu përse duan pamje vizual, nuk mund të flasësh dot me ndjesi apo me perceptimin e dëgjuar. Çfarë ka thua? Mua më duk penalti. Të them të drejtën, ai arbitër ka bërë vetëm 2 gabime në jetë dhe një nga ato gabime po i ka. Më falë. Po, për zotin, shumë lehtë ndaj. Për shembull, ku e di Stenaldo që po ja marrën karin gojë një gocë ose një çun, për shembull. Për shembull, shkojmë në Tajlandë tani plako dhe unë i them Stenaldo tani do të ta mbaj në gojë. Faleminderit të Stenaldo që e pagove plagë. Faleminderit, nga ky moment unë do jem një djalë i rritur. Po, dhe tani dia më në gojë dhe unë i them Stenaldo çfarë çuna po gocë. Kush ta mbaj në gojë? Ai goca apo unë? Çfarë çuna po gocë? Ja pritë, unë i them aty çfarë çuna po gocë ai. Ti dashuruar me Stenaldo në plan. Edhe ke Edhe shfryzoje. Çfarë çuna po gocë Stenaldo thot, e para herë çun s'mund të jetë sepse ti po flet thotë ai. Dhe s'mund të jetë duke më ngojë. E drejtë kjo, e drejtë. Është zgjuar gjë. Unë kështu, ka të çuna tjerë përveç me këtu. Po ka dhe burra po për të pas që të dish tamam po. Se mos i futi me ti muhabeti. Nëse Stenaldo pëlqeu apo s'pëlqeu. Le të themi që ju erdha apo jo. Po, e pash erdha, në rreth. Jo, erdha, po. Puna është e beti që erdhe, ka. Jo unë ndjeva, ka rëndësi, se kur personi që ke përballë ndjen diçka të mirë, Tash ishte çuna apo gocë Stenaldo, mund ta thosh pak? Stenaldo le të them që bëna me çun. Le të themi që e ndjeve për shembull ato mjekrën e tij, për shembull ke bolet. Për shembull, domethënë mjekrën çimet e mjekrës. Si mos keni bërë. Po jam gay. Imagjino shumë bëre. Duhet jam gay. Dhe është nga që nuk i fsheh asgjë të më se tha nëna vetë më tregon gjithë ata. Edhe o mami, unë sot jam marrë ngoj një djali. Jo, më falë edhe se më ngatrova. Një djali më mori sot ngoj. Pra ma, ka mami, pra se ti si e vetë qërë. Ti e thjesht një goj qezës. Goj marrës, i qefli goj marrës dhënës. Po, goj dhënës. Gjua të goj dhënës? Për goj dhënës? Po, brezës, brezit. Ose për shembull, merri Stenaldo, thotë Stenaldo tani ti Stenaldo do pa dur dhe fusim diku. E fut Stenaldo. E fut Stenaldo thotë çfarë duke qi, çuna apo i gocë. Dalloja. Tani çfarë thotë ai? Më duket se si byth duket atë ai. Por që jam byti thotë po mund të jetë byth i gocë, kupton, mund të jetë brima i gocë. Ai kështu. Nuk e di, mund ta prek me dorë? Edhe ti që shumë vera kanë dashur të prekin me dorë. Ato gjësi superiore që Okej, më prek me dorë. Kjo një gjësi pak e turshme nga ana ime se është hera parë që ndjem çiksi në presion nga kjo marrëdhënie që ke këtu me bashkë. Jo vlet të jemi më parë. Që se Stenaldo shkon ke prostituta të plagë. Legët e kare. Ti ai
Menaxheri i bordellos tani. Edhe ai thot scenario shumë. Plak si ka lëvë unë jam i verbër thot do të shkoj me një prostitutë. Thotë po zgjidh një. Tash normalisht ai filloi prek nacisat nga bylla, po dëgjon ka një aftësi ti që zgjedh. Ka një aftësi të jashtëzakonshme. E ka thënë edhe nëna vet. Bravo, zgjedh një ai futet brenda tani ti plak do me marrë gjokë dhoma që këta voqi tash. Normalisht është scenario se ti mund të hysh avash, po kur që ai voqi. Edhe thjesht vazhdosh të bësh atë ti thua se godë shtu. Ja më shumë dori, që më gol. Marron punë fillon pastron dhomën ti që marrë shpejt. Të ka punë. Dhoma gati. Dhoma gati direkt për tjetër. Sa dela ai është e pastruar. Nëse thotë e pastruar diç ke, manderit mund goj direkt edhe pastron direkt s'ke nevojë të fshirë. Jo, i thotë. Jo, bile ti tu, pashunet shikët pastruesën, ai prek për shembull këtë prostitutën plako, e thotë këtë duan. E ti thjesht i futi tjetër, e kuptoj që është poshtë, ai s'mervesh. S'mervesh fare, aty rrotullon. Jo, po ai shumë futet më plako tani, ai prek që është nuk është si sa i thoi thotë. Më fal, kjo është ai zgjodha unë, si ke pas ka bark shumë burr, sigurisht si ka ajo që e ti thu. Jo. Kjo pas tani, unë po të jap atë që do në një tjetër, s'po marrim të paguash për tjetër tani. Kot. E prostituta që zgjodhe. Apo, çe. Kjo pra është që zgjodhe tani, nëse do tjetër, a do atë Luendrën? Ka e me gjitha pegët. Luendra baby girl. Po, Irinën apo Luendrën, se s'po marr vesh se vetë du Irinën, nuk tholla Irinën. Luendra është e para. Luendra më dha një ndjesi të një vajzë që ka vuajtur shumë në jetë. Ajo vajzë ka respektuar çdo. Po blaq, nëse do të shkresh fare, nëse Rogerti është i ndyrë, po i tha një gjë scenarios më shkriu. Më vëdhiu fare. I thot scenario që tani nga ky moment do përballesh me mua, Robert. Kudo që të shkosh, do jem unë tha aty. Tha, çka do të shkoj ta unë tha ja fus vrapë tha ti sigur jo. Ishte pak e rëndë plako, po. Ishte vërtet. Po, e vërtet ishte. Po, e futi vrapë dhe scenario nuk e gjithë më. Po i skenar tjetër plako për shembull. Nëse ti je i femër plako, që je duke bë seks me Stenalda dhe në mes të gjithë egzaltimit, ke parasysh me egzaltim plako që të kap në një karlik, edhe ai thotë shumë, futi çik gishtat. Jo, nuk e prisja këtë. Jo. Ndo plako, ai thotë se ti je eksiton burr. Ku e di, ai mund të jetë i fetish ai këtë. Po mund të jetë i fetish. Futet vetëm futi Ky mund të jetë një fetish i Bledi Banës. 100%. Po ajo që mendoj është në egzaltimi dhe Stenaldo mund të japi atë kolpën finale dhe thotë duhet më ofësh ashtu siç jam, do të thonë komplet laguriq. Edhe siç është laguriq ti je i syzet plako. Ose prostituta Luendra shkret që është aty të turnin 3 dhe për të turnin tyre çuditshme. Shef vetëm pas ju plako duke qenë njëri me syze bulagoreq. Qia, no, çandjesia. Edhe respektohet shukri ai ishte ato sy thotë. Tash më na fuzesh gishtin ke syri. Ke zgavra. Aha, faleminderit. Ai kështu. Ka mund të mos ta fuz? Jo, do ma fuzesh ti mua. Ti mua do ma fuzesh. Po, të edhe çuditshëm plako se këtyre mund të kërkosh një gjë edhe që ekstreme ti thuash, a mund të këndosh gjatë kohës që qin? Se kam dëgjuar që ke zë shumë të mirë, tha në neo dhe kurcolli këtu tha që Stenaldo është këngëtar, është një këngëtar. Voice-in e vet. Ka shi ti gjithë Gjermani vetëm. A mund kapesh një këngë të Reçasit Piluda? Jo, ai thotë unë këndoj vetëm këngët e atyre thotë idhëve të mi edhe thotë kam qef këngë blues, këngë të... Thotë Andrea Bocelli, ai kështu, çfarë thotë Stevie Wonder? Reças, edhe ai nuk shifte mirë. Po. Mbreti Charles që quhen Mbreti Charles. Po. Tak no jo. Tak no. Ta përse njëse dhe 20 minuta ke kari, se ke 20 minuta tua, s'po bëna si gjë. 20 minuta bërë. Nese, shumë fort, nëse. E se ka lek të më bet. Kërkojmë ndjes për gjithë ndjekësit tanë që janë të verbër, kjo është vetëm për të rritur ndjeshmërinë ndaj njerëzve në nevojë. Kodë, duke munduar. Shohim një video që mamën e të doktorin që kishim me Alketën herën e fundit,
Qëse më men para ca kohësh? Ai doktori i penisit apo jo? Si ishte? Jo, mjekja 65. Ai doktori, jo i penisit, ky doktori që fliste, që ti thash grua, po in fakt ishte burr. Ai për mendjen, po. I mendjen, po. Po, kur bëti se nuk ka njerëz lundër në botë. Po, bravo. Tani ka i pyetje tjetër më duket. Apo të mençur. Obsesioni, çfarë është në vetvete? Obsesioni është një smundje psikiatrike. Do me thënë, ata që dashurojnë e kanë vërë rrugën drejt çmendurisë, rrugën e sigurt. Jo, sa që obsesioni. Po, nëse arrim të vëm emrin obsesion, është sëmundje. Është një njeri i cili nuk arrin dot të frenojë. Gjithë ato ku ka 2 r, kur e bëjnë me një r, plago thjesht nuk është për te gjithçka. Pra çdo njeri No es amor lo que el tú que tú sientes se llama obsesión. Ma që nuk shema besë të kënon të arkeda këti aty. Ishte e modë si puna saj me J. Blige me këtë, me Hillary Clinton edhe Al-Qaeda. No es amor lo que tú sientes. Se llama obsesión edhe ky që thotë për smundën, ai që ti ndjesh si smundje. Nisë gjën. Locura. Që e gjithë qenia e tij, e gjithë jetesa e tij kushtëzohet nga këto mendime. Ka njerëz që kanë obsesionin që ka mikrobet e dora dhe rin gjithë ditën vetëm lajnë duart. Nuk arrin të bëjnë asgjë tjetër, sepse kanë këtë. Kanë obsesionin që kanë mikrobin dhe kësaj pasaj i shtuhet edhe kompulsioni që do i laj duart. Kështu që jo vetëm mendojnë, po dhe veprojnë, të gjitha bashkë lidhur me këtë. Kjo është smundje. Edhe shkatrojnë mikrobin. Shkatrohet me ndjenjen e dashurisë, që është një tjetër gjë, është gjëja më normale që ka çdo njeri. Ka raste kur kjo dashuria shumë e madhe kthehet në obsesion. Edhe të bëhet dhe për ty ai personi bëhet qendra e botës dhe nuk është smundje, kjo nuk është smundje, kjo nuk është obsesion patologjik. Të këndoj plago, nuk e di, këndoj shpirti, këndoj gjani. Po për atë trendin e fundit që kam dëgjuar, mase TikTok më bën lëra më nuk e di. Që ca gra kishin qef burrat që nuk e lanin mirë bythën. E dëgjon e? Jo. Vërtet? Po. Se thoshin që burrat në evolucionin e tyre kanë qenë gjithkohës të pa rregull, jo të pasur, gjithkohës në luftë, gjithkohës në gjah. Edhe normalisht nuk është se kishin i beshin me këtyre gjërave, kupton, thjesht bambra. Po. Edhe tani e kishin risjell që këto femrat e donin që burrin pak edhe primitiv të kjo pjesë që ai të lante bythën, po edhe po të kishte xhik se falë se po janë në verisa. E po të kishte mut ke bythë aty ke. Ha? Se kishin problem. Çfarë si me ku janë të grasë. Ti të bëj bythën time të evaluajnë. Jo, më vjen mirë plagoj që standardi për meshkët vazhdon të jetë shumë i ulët. Bëhet çekis në fund ditës. Kjo është gjë që na leverdis në një farë mënyrë apo tjetër. Po, nuk e di plagoj. Çfarë nuk thonë edhe që femrat eksitohen nga djersa e meshkujve sepse ajo ndjall hormonin e çiftësimit apo ku dëgjon. Edhe kjo më duhet abnormale ndonjëherë, ndoshta është vërtet. Po çfarë bësh, por është, nuk e di unë. Po ku janë këto femra që ti pyesim, ha? Ku mbledhen këto femra? Po, ti ku ka double G apo? Nuk e di, do të na shkruani pa në komente, keni qef që apo se keni qef? Ha? Jo, nuk besoj se kanë qef se godet tona janë nëse se nuk dua ti sugjestionoj që të thonë një mendim caktuar. Na tregoni se keni qef. Po, si e keni qef mashkën që të lahet apo mos lahet? Unë dua që të lahet mashkën. Të lahet. Ti personalisht do që të lahet, shumë mirë. S'ka ne që do mashkën tim të lahet, po. Unë do pes. Unë do thon pjeth. Thon pjeth. Një tjetër video bla. Mentor do e kishë dërguar prindrit në azil? Se nuk e zgjodhe si opsion? Ase që në përmën? Se jo? Ja, s'pëllat ja. Në vëzën. Aty supozohet që kanë ndim, kanë punonjës që i plotësojnë kërkesat, nevojat e përditshme. Po të shi, dhe në këtë mosh që ka marrë, kush mësolli? Qalën prindrit. Përsa të kemë kam dhe dorë vetë, dhe jam mas atyre. Nuk, në më thënë, është për mua, qëndronë opcionit që është edhe në azilë, nuk ka në, në më thënë gjithë. Unë për vetën time nuk e suportoj dot, ose po edhe rreth e rrot. Unë nuk e suportoj dot, non lo soporto, do di? Tak.
Italisht. Unë nuk e suportoj dot. No. Si. Gjë. Escapar. Që kam shokë me gjithë, çaj që nuk kam Nuk e pas në rast. pranojnë as ju vetë, po as prindrit nuk do ta pranonin në fakt, apo jo? Ja, por është e rëndë për prindrin, domethënë prindin e këputë mes. Në moment që ti prindin e këputë mes. Është në mes. Si vendomi. Tampon. Mani men vendomin? E di ti plagë që Van Damme se kishte mbiemrin Dam, po e tha se ishte nga Belgjika, nga pjesa franceze e Belgjikës, dhe tha e kishte një gjë kështu si French, e tha, po më than you have to make it Van Damme, tha damn, tha you make damn, Van Damme, I don't like. It sounds more cool. Si. Edhe shiu atë pasaj, e morë vesh, bleha ona qerretin. Ata e tratoi Begjet Pacolin. Rreth parë. Vetëm me Van Damme. Terminator 2. Gjë. E aftë për të bërë çdo gjë, dhe ta çosh prindin atje, ku të mes ai jeton kot, nuk ka Vritet personalisht. jeton se duhet jetoj. Mentor do e kështu që Çfarë mendon ti plago për azilin dhe për prindit që këputen mes për t'i çuar aty? Ti e me të mendimin plago që ti kaq sa e arritur për prindëve të tu, se ky këtu mund të jetë 60 vjeç, po ti. Ai moshe, ata janë munduar plago me shpirt, janë munduar që ta shtrojnë atë të ardhmen sa kanë pas mundësi dhe ja ku jemi tash. E gjen vetë 18 vjeç fik këtu, vazhdon jetën tatë. Po prindi plag ai sa mundohet të ngarkon dhe me një barë. Në përgjithësi që do të kthesh mbrapsht. Dhe në çfarë pike do sakrifikoje për të kujdes për prindit e tu që mos i çojnë në azil? Dhe a mendon që azili ja vlen ja si fillim? Po në bazë të mundësive besoj se çdo person ka shumë personale të zgjedhjen e vet. Nëse për shembull një shof jam emigrim dhe prindit i kam aty ku janë, nëse do një moment nuk do ketë mundësi të kujdeset askush pra, kush e zgjidhet dhe marrë në shtëpi këtu e unë. Po, e vërteta është klaro që apo ti marrë edhe grej me shtëpi këtu e unë dhe pastaj bëjmë azilin këtu. Jo, e fortë është klaro që kam pas shansin e keq, por dhe të mirë që të punoja me një dy azile. Edhe shkoj shumë vonë plagë që do kisha një plak. Hyra ishte ora 4 mëngjesit dhe më prisin lobi sepse duhet rregulloj gjë. Të thrisin lobi, kishe bolë e azilit? Lobo, thosi që mos duke bolë. O lobo. Edhe futëm brenda plagë dhe tani ishte komplet, domethënë nuk kishte më asnjëri vërdall, përveç se këto infermierë, por shumë pak sepse ishte turni nata, se këto 4 mëngjesit. Edhe unë hipi shkallë plagë dhe futem në një pavion tani që dhe o plagë ça erë para. O ça të merri o plagë. Era që Liza të vdek me kam thënë. Po, që Liza të era shurr plagë, pastaj një moment ishin lënë këto dhomat hapur, dhe unë kaloj për erosi, ha. Nuk e di, po kthej kokën plagë dhe të gjithë to flinin, ndoshta ishte kjo qendër specifikisht, po këto ishin shtri plagë dhe literalisht nuk bënin asgjë plagë, thjesht rinin shtri apo. Dhe sa që kam shkuar atje gjithmonë ishin shtri plagë dhe nuk bënin asgjë. Dhe në një moment, në orën 3 mëngjesit njëri i kishin lënë dritën nezë, kupton se ndoshta ai ka qenë duke dëgjon çfarë bënte. Edhe ishte një moment aq i trisht plagë, kupton? Çoni legenda se kanë ardhur mysafirë kur. Kjo s'do me thënë që ata janë mirë në shtëpi, se paktën aty kanë një lloj përkujdesje. Kurse në shtëpi nuk është se marrin të njëjtën përkujdesje, po ta mendosh se ti kisha vije lot nga puna, do të merresh me kalamajt, ti do të merresh me këtë plakun ta që vetëm po rri aty dhe nuk po bën më asgjë në këtë pikë, kupton? Po, edhe kjo që tani mbarte për çfarë moshe bëhet fjalë. Dhe kur themi që vojçojmë në azil, çfarë moshe mendon ti se është ideale që mund ta pranojnë? Unë mendoj që në azil duhen çuar në momentin që ato nuk suportojnë dot veten. Ky është momenti që çon në azil, domethënë. Po i vjen ta çosh edhe 40 vjeç, po nëse gjëna gjë të ke. Po nëse se suportojnë dot veten, ideja e suportimit vetes plagë është kur ti nuk kujdesesh dot më për veten, e kupton një farë. E di. Po unë mendoj që ndryshe nga ato që kanë një, po themi deficit, plesnia në plagë të shkatërron. Do të marrë avash, sa i merr më shpejt, sa i merr në një dorë, sa i merr në një këmbë. I fundos në mënyra ndryshme. Po në momentin që ti s'le do të bëthën ta dhe. Është moment kritik. Është moment shumë kritik. Se është ndryshe plagë të paguash një qigatun apo një infermier që vjen,
ti pak në shkon banjo kalon, kupton, bën ato detalje. Po. Kur shkon të mua në banjo. Po, shkoj në banjo, se ka raste kur fillojnë ndjejnë karin këto pleshve vinë vërdall në shtëpi, e di kështu që Po, qira. e dredhin karin, çive karin. Ma e prangoj. Kot ma veti njënit federacije që nga bëngjerja. Me roshi, nuk e di. E di profe kam një shtëpi këtu, kështu tip azili, po është për ata që edhe kanë probleme mendore, se duket çik weird. Edhe ka një si Ata po mund t'i marrësh në shtëpi. Kot. ato ka lezet edhe. Se ato ta bëjnë ditën ndryshe çdo ditë, çdo moment është një. Po, i shoh aty edhe më duken aq në botën e vet. Edhe ndonjëherë duket sikur i kam ziliur. Se unë jam shumë duke vrapu, duke kaluar stres e halle gjëra. Edhe i shoh ato plagë që ai shefi zog aty dhe Sa keq mund ta kesh jetën që i ke zili ato pleshve me mendore. Janë në spital. Ja, po zotëmen, që nuk do të foto më i thellë. Se me atë zbrasin mendore, kur da kemi në herë? Na Si për ta pas asnjëherë. Na rrosh shkajnë, bra. Na rrosh shkajnë, bra. Të na shmene këtu më bërë. E di si komplikohet jeta, bro. Imagjino ti se sa unë plagë me thënë drejtën duke kaluar periudhë shumë kështu të zënë dhe edhe të rënd të thoja. Edhe s'kam pas kohë fare për shkakun të përqendrohem për të lexuar. Edhe diën dark nuk e di pse plago nga që isha në një pozicion që kisha vënë celularin karikim, s'kisha marrë si gjë në dorë, thash, okay, po lexoj pak, e marr tabletën kështu po lexoj. Jam thot gruaja plago. Kthehet gruaja. Pa pritë pa kuptuar. O ke gjithë ditën që s'ma ke varë fare. Shira. Çka i po thon? Kur të mund, ajde me mua aty shoh me zogun bash. Ti rimesh në toma bete. Çka ka i po thon? Si një moment që ka prek libër pas 4 vjetësh mund të. Po, pikërisht. Jo, po them. Jo që ta dish, se mos kemi kështu si kemi kuptime. E mirë pra. Edhe është një moment që as nuk merr dot as me gruan, as nuk lexo dot më. Edhe ai është momenti i dytë. Kjo është e bukur tani se aty u prish në momentin me gruan, se gruaja prishte celular, unë kështu po ti ke gjithë ditën celular, për shkak ke pasi gjë duke marrë, për shkak kupton, pastaj unë nuk është se s'ta kam varë, kupton, kemi diskutuar. Ke to zgjedh librin bra. Ka, kemi. U ka qenë telefon se sa ke varë ti. Aha, okay. Nëse do nuk mbaron asnjëherë, domethënë po që sido që diet për të mundosh të ndryshosh jetën me një person plagë që është në cilësh sik. Jo. Nëse ti thjesht kaveve se, pra, dhe që kavën e kavën. Po. Kur ta kuptoni ju, ku kam dalur? E merrni vesh. Nëse si lëçvej me pak fjalë, po kaloj një periudhë shumë të vështirë në jetën e tij. Edhe kjo. Çdo periudhë është ulën rritje. Por ne çfarë bëjmë profeta vetëm vazhdim para. Me rrjedhë. Me rrjedhë e sa përpara. Dalin ku dalin. Patjetër. Tani kemi një tjetër për Shën Valentin. Çfarë? Dhurata më e madhe që ti mund të kesh për Shën Valentin. Edhe mbas edhe me kosta shumë të madhe, po diçka që mbase nuk e prisje nga dikush. Ka ardhur një burr që ka bërë porosim nga jashtë. Ka dhe vajza. Një burr nga jashtë që ka bërë porosim edhe ka marrë 2000 euro. Wow, vetëm trëndafila. Thonë jo, nuk i ka marrë në koti, por i ka marrë në shporta. Ka parë një film ai dhe ka ajo apartamenti i saj ishte kush grua që merr këto euro. Është edhe me vajzës që janë Ti si e plago për këto që diskutuam herë në fund? Pata i bisedë në fakt në DM, se nga që kam postuar gjithë këto lulet e njerëzve që çojnë jo vetëm për Shën Valentin, por për raste të ndryshme, është bërë një trend në Shqipëri që çojnë ca buqeta që janë me vërtet shumë të bukura, plago shumë ndaja, me trëndafila të bukura janë, bukura. Shumë bukura. Unë i postoj gjithkohën plago dhe normalisht i gjykoj. Dhe nga që i gjykoj, marr ndonjëherë komente të tipit po pse çat keq e ka çesësh lulet, kur realisht nuk është problemi fare me lulet, e kupton? Me ato që shet lule, ai është biznesmen. Ai po shet lule, ai bravo i qof, po përdor një trik marketingu, do një truk marketingu që gjithë për Shën Valentin ose ke ditëlindjen do t'i bësh patjetër një pulqet, ai sa më shumë shpenzosh aq më rregull, nuk kam asnjë problemi ata që bëjnë biznesin në këtë mes. Okej, po për kë e ke për ato rob që kanë lekë që shpenzojnë, e kupton?
Po për ato që çat keqe ka, çat keqe ka ata për ato rob që kanë lekta dhe duan shpenzojnë për femrën e tyre. Pastaj femrat i kanë shef lulet i të, sepse lulet sjellin buzëqeshje në çdo moment. Dhe unë po jepja disa nuk e di sa qëndrojnë, po sipas saj nuk qëndronin këto shembull që po jep unë për shembull se unë i thash për shembull që jo çdo njeri që të dhuron lule, se nuk është dhënia e lules, si thash, është më shumë ke personi dhe edhe gjesti. Nuk është ke domosdoshmërisht ke dhënia e lules, se mund të jetë ti gjen edhe lule në rrugë e kaput dhe ja jep të dashurës tënde në një ditë të zakonshme, po dhe për Shën Valentin, dhe kjo duhet të jetë shumë domethënëse për të. Nuk ka nevojë të jetë 5.000 euro buqeta të zgjedhura ku diu. Po, un kam një biznes dhe po marr familjen time me bukë apo jo. Po, jo, këtu jemi në rregull, po pak të pranoj që kam drejt, jo, se pranoj dot. Jo, dhe më tha që çat keqe ka domethënë, femra tha gjithmonë kanë qejf ta lule, kur i thash që nuk është e vërtetë, sepse nëse ty do dhuronte lule, i thash një person për shkakun që të ka përdhunuar, nuk është se ti do cilë buzëqeshje, pra nuk ka të bëj lulja në mes. Vetë që shumë larg, se çova çik larg sepse duhet të jepja një rast ekstrem, po ideja është jo çdo lule që të vjen, për shembull nëse unë t'jap ekstremista de mierda. Po nëse unë japi buqet shumë dhe ti s'ke qef, unë normalisht do thosh ok, faleminderit, po kaq. Po nëse ta jep ai që ti ke qef, ai normalisht ai lulja sikur ti gjysmë asaj që ka shpenzuar unë, dhe më e bukur. Kështu që nuk është ke lulja. Pastaj, pra ti po bie prej një truku marketingu, por nuk është as problemi ke truku marketingu, se në fund ditës të gjithë kanë të drejtë të bëjnë truqe marketingu për të ftuar klient. E kanë. Është ke fakti vlago, se i thashun për shembull, marrë shembullin e Jeff Bezos. Jeff Bezos për shembull vlago është bilioner, ose merr Elon Musk, më i pasur në botë. Elon Musk për shembull dashur ti vlago mund është më i pasur nga të gjithë ne. Kështu që mund t'i blej super buqeta. Por ka një limit plago ke shpenzimi buqetave apo jo. Për shembull, ai jam i bindur që thjesht mund t'i ketë çuar një buqet vol ose ndoshta edhe thjesht një lule ose edhe fare. E kupton? Megjithëse ai ka mundësi. E bëri atë dasmën që ishte që tregoi. Po flasim çdo Shën Valentin, domethënë të bërë gjëra speciale të tipit Shën Valentin specifik. E kupton? Nëse ato lule në çdo lloj momenti plago janë një gjë ekstreme. Ska lidhje Po jo, e kam fjalën që çdo lloj gjë që ne blejmë duhet të bëj sens logjik. E kupton financiarisht. Për shembull, nëse ti blen një laptop plak, ti nuk mund blesh, kështu sa do i pasur ti jesh. Nëse një laptop që ti do blesh do jetë 100.000 euro, normalisht ti duhet mendosh çka kari ka ky laptop që të kushton 100.000 euro, apo jo, nuk është normale. Se vetëm fakti pse ti ke lek nuk justifikon faktin. Un kam bler një laptop 100.000 euro. Okej, po çka ka ky laptop? Është thjesht një Apple normal. Po pse e bleve 100.000 euro, ta kam futur kare, kupton se? Apo është i larë me Flori? Jo. Po çfarë ke blek? Kot një dyqan normal, thjesht hyna e pyeta, më tha 100.000 euro e pagova. Okej, po nuk është normale, domethënë fakti pse ti ke lek nuk justifikon. Jo, ashtu është. Kur blen një karike për vetë 500 euro, duket si shtrenjtë, po ti aty punon gjithë ditën. Edhe mase ajo ratia karikës fillon të bën sens në fat gjatë, thua. Po, mase mund ta blesh pak më lirë, po meqense po punoj, edhe po shkërdhej, e kupton, rrugë ditën ul. Po, a justifikon karika, domethënë komfortin, atë reatin. Nëse justifikon, okay. Po pra, se unë dash shembullin në story, kam dhënë shembullin e rastit ku po i çojnë lule një goce, po rrugës për atje, e kemi thënë dhe ke podcasti kaluar, që ishte shumë baltë plak, ishte baltë rruga, me i shtëpi të ndyrë, ti çon tani 10.000 euro buqeta lule. O plak, ndoshta 10.000 euro janë për të rregulluar apartamentin. Po hajde bëj ca suvatime plak ose rregullo çatin e klejt mos sa belliu se i kshera pra. Po hajde rregullo merr më në gjë, ose ajo në lekë, janë soldi, janë lekë. Po pra, që duhet të ketë një sens logjik. Çdo njeri që ka para, ka dhe një sens logjik. Po futu pak, penetro pak në mendjen e një femre. Zëre se je femër tani. Po këtë pyeta unë në fakt, edhe ajo kujtoj sikur po e bëja personale situatës, unë i thash, "M'fal, ti more lulet?" Dhe po unë në fakt po e pyesja se doja më thonë, ndoshta ti ke marr lulet shtrenjta dhe duket sikur unë të kam fyer, e kupton? Unë s'kam dash me të fyer. Me të fyr ty do. Mos po fyr njeriu, ne po marrim rastin se qëllimi im nuk ishte që të bëj aty të ndihesh keq. Qëllimi im ishte të kuptosh thelbin, nëse thelbi nuk është lulja. Është shpërdorimi i parave në mënyrë pa lidhje, e kupton, nuk bën sens. Po dhe ne kemi bërë gabimet tona, po ne s'kemi pasur lekë. Patjetër. Kur kemi qenë 20 vjeç, tani unë që do kisha justifikon. Shumë lekë në përdor. Jo, do të them, do të thoya që ishin gabimet e rinis.
Ora unë biles mendoj që kam gabuar dhe më shumë se ai që ka bler 5.000 euro, sepse unë mund të kem harxuar 30.000 lekë, por kam pas vetëm 30.000 lekë në xhep, e kupton? Po kam pas 200.000 borxhe, po them. Po. Edhe bleve i palë gjithse. Kështu ka qenë koha. Po futesh pak kjo goca që ka marrë 2.000 euro lule. Edhe zgjohesh një mjesë si prove, je femër. Po. Shko pak e balkonit, se nuk e di, nuk kam as nga dera tash e kupton. Shko pak e balkonit, dil pak në balkon. Shef aty lule. Kush nisi e parë plako se po vin lulet me vinç. Nisi e parë thot se ç'mund është ky për mua? Që mërzi është? Apo se lekë harxhu? Nuk e di, domethënë ose pse s'mi dhe këto lekë në për dorë, që jam që të ishte. Po shiko. Jam më mirë. Po, ideja është që ti aty mund mendosh edhe wow, sa gjë e bukur, sa dhuratë e bukur, wow, gjithë po shohin, gjithë në kanë zili, shi po shohin çfarë po kanë çunat për këtë vajzën. Nga ana tjetër do të thonë një manifestim, domethënë, nuk është se ka rëndësi atë moment. Jo, nga ana tjetër ti plak mund edhe të mendosh çakari ky e bur. E kupton, s'kishte pse shkonte kaq larg për shembull. Thjesht për atë që kur vjen ai me vinç apo qierop tani. E kupton? Se s'po vjen i dashur jot, ai 10 tur, po vjen një plak aty plak që punon për atë luleve, te i vinç i lodhur, duke të sjell ty atë buqetën e madhe. Po ecën me një tjetër plak, po bën atë bipin e famshëm me bip. Ja. Po. Dhe pastaj ti do mendosh më vonë kur të flasësh me atë tipin dhe i thosh, "Më fal, sa ke harxuar për këto?" Po s'ka rëndësi më burr. Oh my god, ti bën llogaritë. Sa ishin llogaritë ka 1000 ashtu nga 2500 lekë buqeta thotë 2500 euro. Ka harxuar 2500 euro. 2500 euro. Unë akoma me iPhone 11. Jo, 2500 euro. La fiqebia se bën llogaritë shumë shpejt në sekonda e goca. E ti pra, e thua, unë jam me iPhone 11 akoma plako që ka marrë para 7 vitesh. Po s'ka gjë më se ta blej iPhone-in thotë, pap ta blej iPhone-in. Pastaj ti thu, plako, ti thu, po ne mund kishim ngrënë një darkë të dy në Milano ose në Rom, në Milano. Koloseu, ai kështu po të çoj direkt këtu edhe aty, po ke ikim edhe aty. Po ne kishim mund të bleshim një shtëpi, po ta blejmë dhe shtëpinë më shumë. Po ne mund të ishim qia aty se kullapizë, babke kullapizë ai të ushqimet. Po, të ushqimet aty. Ne mund të kishim ndërtuar i felin ton, babke i felin ton. Pastaj thotë, po ne mund të kishim rrit lekë për fëmijët tan. Baba i duke hapi llogari bankare për fëmijët tan. Thotë, po ne ku dijon, like mund t'ia gjeshim vendin këtyre 2500, mund t'i jepshin të varfërve, po t'i japim varfërve 100 rob dhe të varfërve, babë të varfërve lekë ai. Bab qifsha të varfërve, çama se karen. Po e drejtë edhe kjo. Se një moment do kthej ky. Do thënë i bie që në momentin e vetëm që ai jep ato plak është kur ai me vërtet do ti ka plotsuar të gjitha plakët dhe nuk kishte për çati kërkosh, se ai thotë ç'do ti hap gojën, gapaj direkt mush gojën. Jo, s'ka. Është vetëm një moment, vetëm një moment. Dhe prap në thelb dihet prap kar, po ta mendosh, se do thosh. Është vërtet, po është ai momenti kur i thotë kjo që unë tani nuk jam më i lumtur edhe ai bap shpull që jam më ngrush, edhe aty plakët e zëvenin tati nuk ndahesh dot më. Se tash është tipit më ke miel gjithë vite, po nuk është se jam totalisht kar. Po, normal. Unë t'jem dorë çpun për dashni. Po. Më jam çik dorë çpun për dashni, është vërtet. Po do doja profet sigur të ndorshim me vërtet role dhe të ishin femrat ato që i bëshin lule meshkujve. Imagjino ato. Ja, në fakt, me që ndolem temë. Je shpenzojnë ka shumë. Kështu si janë. Po, Dea Michel sot kishte postuar një gjë që po thoshte që më bëri çik përshtypje. Që në fakt e komentova. Do t'rregoj edhe si e komentova, kot për kuriozitet. Ma thuaj, ta komentoj edhe unë. Po, ta komentosh edhe ti. Do të tregoj ty herë, më thuaj ti mu tani ç'a mendon. Dea Michel thotë në postin e saj. Thot, për herë të parë në histori thot, femrat, kjo në fakt është e vjedhur nga një post tjetër që kanë parë më përpara, domethënë po që kjo ka bërë vetë. Serb apo jo? Po, jo. Për herë të parë në histori thot, femrat nuk po martohen me burrat për stabilitet financiar apo gjëra materiale, por thjesht bazuar në karakteristikat e tyre, domethënë në karakterin e tyre. Dhe ndaj shumica jemi single. Pra, me pak fjalë, jemi momentin e parë në histori ku femrat po bëjnë lek, domethënë nuk është se martohen për stabilitet financiar, por po zgjedhin me vërtet se ti kush je. Dhe duke qenë se ato po zgjedhin ty pikërisht për karakterin tënd, prandaj shumica e femrave janë single sepse shumica e meshkujve janë varikarin. Kjo është ideja. Tani, ti beson që kjo është totalisht e vërtet? Si e mendon? Tash, po të shohë edhe meshkujt në Shqipëri, çedojnë pak pritshmëritë që kanë këto femra, se nëse po bazohemi ke këta që dalin në televizione, siç është kjo apo tjera që thonë unë dua 4K ose dashurim të më mbaj me dy fishin asaj që unë marr. Bravo. E ka marrë këtë parasysh shumë plak të fakti që direkt kisha postuar tjetër që thoshte njëra,
ku janë meshkujt që blejnë iPhone-a, që blejnë kështu. Domethënë, gjatë gjithë kohës meshkujt maten nga ana financiare, akoma nga disa femra. Tani, Se do kishte një pavarësi. Sa do të më joshësh ti mua me këto gjërat materiale herë. Qofim se sa. Bravo. Ah, Lulet i presin, se kush- domethënë që t'jen nga 5.000 euro. Pastaj, Po. nëse kanë stabilitet financiar, i bie që këto gjëra nuk do të hynë më në sy fare, makinat e shtrenjta, se ti do t'i arrish vetë, kupton? Nuk ka lidhje më një mashkull që ka. Domethënë femrat dhe kur kanë lekë, thon një mashkull që të ketë dy fishin e tyre. Siç e tha ajo te ajo. Që kjo të bëjë një jetë më të mirë se ç'është duke bërë. Po, Se si kjo deri dje punon të thonë 20 punoj më fare. Prapë domethënë do me shku po ke viti 1 që femrat nuk punonin, nëse merresh me vetëm punë shtëpie. Ama Si. duhet pranojmë që ndoshta ka femra dhe vërtet mund të ketë dhe ka femra që me vërtet kanë Ruse, ndoshta vetëm. stabilitet financiar, ruse, papi ruse, po. Ah, Ndoshta edhe vetë Dea Michel ruse. është në fazën plave që bën financiarisht Ruse. shumë mirë lek dhe s'ka nevojë për një mashkull ta ndihmoj financiarisht, kështu që sipas ajo zgjidh karakterin dhe me vërtet s'po gjej ka një çun tajrit. Shumë mirë, shumë e vërtet dhe kjo mund të jetë e vërtet. Po mund të jetë vërtet dhe kjo plago. Mund të jetë dhe kjo plago për shkak të faktit që ai shumë është liru kohët e fundit plago, ka shumë pilla vërdall, sa që meshkujt nuk kanë pse të jenë kaq perfekt nga ana, do nuk ka pse nxjerrin anën e tyre, e kupton? Nuk ka nevojë të commitin plago për të pasur një marrëdhënie. Po. Mendosh. Dhe çfarë Po, bën ai? po. Për më tepër që ai thotë për sa kohë që ka pillë vërdall, unë mund thjesht bëj qef derisa të shkoj 40 vjeç dhe mund ta krijoj familjen time 40 vjeç. E kupton? Dhe e shtyn sa më shumë. Dhe po ta vësh shumë meshkuj dhe e shtyn, e kupton? Me idenë që do gjejnë femrën që duan, po nga ana tjetër ka dhe shumë femra vërdall. Domethënë, dhe kështu funksionon tregu edhe në biznes. Kur ka shumë vërdall, kurse kur dikur plako femrat nuk shkonin me meshkuj, domethënë ishin më të kujdesshme, ti duhet martohesh që të filloje të kishe një jetë seksuale normale. E kupton? Do thënë, E drejtë. a mund të jetë kjo një faktor për shkak apo? Jo, është një faktor, dhe vjen shumë mirë the në momentin që sidomos meshkujt si më thon, udhëhiqen shpesh herë më shumë se sa femrat nga instiktet. E pra ne që bëjmë shumë gabime se jemi të predispozuar për këtë, nuk është se dum. Ëh. Ti vetë të ndohemi më shpejt, jo s'kena faj më shpejt, po ne s'kena faj. Kemi edhe sfida, tipit, është një që s'tale, edhe duhet ta silloj veten time, që të ma lej. Ti je martuar me grua me fëmijë, po ti thot tash ma vështirësoni çikën dhe se un kam dhe grua dhe kalamoj. Ka sfidu, duhet ta respektoj sfidën. Po. Ime s'ka martuar një loser. Apo jo. Absolutisht, edhe gruaja bles mund të japë një 2-3 këshilla në atë moment që si t'ia bësh, je gjetë ti ngushtë, e kupton, nga ti njeriu. Son bashkë di dashuri. Mendoj se më vërtet këto femra që ka vërdall ta lehtësojnë atë mënyrën e jetesës për kuptuar që nuk kam se krijoj përgjegjësira shpirtërisht me personin që po kaloj e kohë. Tani gjërat janë bërë çik më të thjeshta. Po pastaj si është si funksionon për shembull pa peshë. Po pra, edhe kur s'ka peshë rri gjithë kohës ashtu si në re. Po si funksionon, domethënë kush është zgjidhja e Deas ose disa vajzave kështu që mund të mendojnë kështu dhe çunave që mund të mendojnë kështu. Që kush është zgjidhja e kësaj? Domethënë që meshkujt duhet të jenë duhet të përmirësohen në një farë forme që të ketë zhvillim se shoqëria duhet të vazhdojë para. Si pasojë ne duhet të kemi një progres, një stabilitet familjar deri diku për këto familje që do të krijohen. Tani, nëse unë do isha Dea Michel, edhe do fitoja mirë, siç ajo mund t'rregoj. Edhe mund zgjedh mirë. Nëse një një çun që nuk është në një pozitë mirë financiare. I bie mos japë si shans, mos e njoh. Atëherë le të flasim, më tregoj që Jo, Dea po thotë të kundërt, do thotë Dea po thotë që ajo do ja jepte shansin çdo mashkull, mjafton të jetë karakteri i tij të jetë perfekt, i mirë, siç e do ajo do. Do thotë s'ka rëndësi financat më. Do thotë unë jam gati të di a do i martoja një djalë që s'ka asgjë vi, po është një djalë më fare. Të nuk besoj fare sepse janë të prira që mos të riqe fare ato meshkujt. Është si më thënë që mua më intereson. Si turn off për femrat apo jo? Absolutisht. Abra. Absolutisht. Les e kundërta ndodhi edhe natë kur atë dimri ti më ike. Po, o profe, automatikisht kjo thot në rrjeshta që unë duke bë mirë lek, kam edhe një si lloj përzgjedhje, po një lloj filtri, sepse nuk frekuentoj më ato njerëz që supozohet më të njoh një morator me gjithë respekt për morator, apo një guzhnjer respekt për guzhnjer. Massimo rispetto per i moratori. Absolutisht. Edhe çfarë bëjnë, i filtrojnë, i fusin aty në sit, kjo frekuenton në venet, po themi më in, aty te më in në plakën nuk rrit ato në burr. Po them, unë rrit e qimall. Në fakt, e vërteta është që sa më shumë para një femër bën,
dhe me të drejtë i rritën standardet. Domethënë, nëse ajo ishte një vajzë e thjeshtë që dilte me një djalë të thjeshtë në shkollë, pa pritur tani ajo bën 100.000 euro në vit, ka i biznes, është e zënë dhe nuk e tërheqin më meshkujt bazik që rrin rrugëve, që kanë një punë normale, ti 9 to 5 shkon çosh mëngjes ti plago shkon punë zyrë, ke banka, je teller, varon atë kthehesh pi kafe në blok, kjo s'ka kohë plago. Kjo kërkon një biznesmen, një që flet për miliona për gjëra. E thon, pra rritet ai standard. Dhe është okay, të kesh pretendime për veten, plako, unë jam shumë dakord dhe duhet i kesh. Bravo ti. Dhe fakti që zhvillimi jot në jetë ti rrit pretendimet dhe kjo është shumë gjë normale, me thënë drejtën. Dhe këtë do ta bëjnë meshkujt realisht, dhe ndoshta shumë meshkuj dhe e bëjnë, plako, sa më shumë gjenerojnë, gjejnë dhe femra plako që për shembull meshkujt kur kanë shumë para ose kur janë të suksesshëm, përgjithsisht shkojnë për femra sa më pak konfliktuale, po ta vësh re. Apo jo, mund ta kem dhe gabim, se ndoshta dikush i ka qenë dramat. Di, përveç se femrat janë që kështu si, kanë fut djallin shishe thonë. Po, e kuptoj që mund të mashtrojnë fillim, mund të bëjë të duket sikur shumë submissive, domethënë nështrohet, po pastaj kur martohet bën një fëmijë ti fillon të nxjerrë një duf tjetër. Kuptoj edhe këtë. E kam fjalën çfarë do ai. Është çfarë do ai, është tjetër gjë si e mashtron ti, se ti mund të jesh dhe pjesë somet mashtrosh Dea Michelin. Nesër ta bësh mashtroj po du sekond. Se jam i martuar. Jam. Po, për nuk mendon për shkak sigur Shqipëria, nuk qenë se është e vogël, edhe sidomos Tirana. Ti në momentin e parë që një diga është birion direkt, për shkak thua, ky është pronari i Encatin, ky është çuni pronari pasiqeri, mon amorit. Domethënë ti e di se me kë po bën. Kurse jashtë është pak më ndryshe plako se bota është më e madhe, më e zhvilluar, nuk funksionon. Këta bëjnë sikur se di. Shumë të drejtë, po sikur ajo të njëjtat me ty dhe ti e gënjen atë. Unë në Belgjik i thotë kam biznes. Unë je vesh mirë, ke lekë në xhep aty plako e hajo ti. I tregon ti viza kartën tënde prej metalike, kështu kartë metalike thotë shija rob sa. Po vizat që i rreshtoi aty te kartat me kartë kështu. Po. Kartë mbjell pastaj apo. Kartë mbjell ja tregon vdesë. Po. E kështu e du, që do kështu ty? Jetën dhe të vërtetën, kot. Besa. E mashtrojnë profetet dhe që? Po, e kam fjalën që kur je jashtë ke një avantazh, mund ta mashtrosh në këtë aspekt. Po. Brenda ajo të zbirilon direkt, po për jashtë ti thu, un kam biznes e jashtë, as ka si vërteton. Po, pikë fare. Po e thotë e vërtetoni që kështu, domethënë sa do të mile ato ditë dhe ta merr i dyshë. Po, zemse ti e pjesome se ti supozojmë që Dea Michel plako ka gjetur lek dhe ti do ta futësh në kurth. Dhe ti tani do shpenzosh çik se ky është plani jot makabër dhe ajo thot okay, dhe ajo thot ikim në hotel, shkon në hotel ti papja deri të merrna plako, papa ajo është atzan, sepse ajo nuk beson ke birth control, kështu që po pritur ajo është atzan, unë do marr atë pilulën, që pilulën do marrësh ti në zemrën se do të marr unë. Çe pilulën do të marrësh ti? Po ti po gjetë lekun, po gjetë lekun. Ja tregoj unë këtë pilulën kështu. E harbita fare. Tash është atzan mos i kushkon. Këtë pilulën da fusim këtë bylla, nejse. Së përfundim, kjo plako e mban fëmijën se thot, "Ua, po ky është i arrir, pa çka se nuk e prisë në këtë moment." Po ky është belg, më lart, është belg, është belg. A kupton? Edhe së përfundim plako kalon ai momenti që kjo nuk e aborton dot më. Dhe ti thotë atë vin Belgjik ato biznesi që keni ti thonë, në fakt nuk i kam biznes në Belgjik, kam në Angli. Ke vizë angleze thotë kam vizë angleze, kam në Amerikë. Kam thënë Belgjik se jam belg. Po kam në Amerikë, thotë kam në Amerikë, thotë aty ku ti nuk shkon dot. Thotë mi më i aplikojnë për vizë. Po na marrë që të aplikojnë për vizë ti po priti sekondë. Po normal i bëjmë 3-4 viza, s'është problem. Të kam treguar që me vizat kam bërë për vete. Mia 3 muaj plako se aborton dhe më thotë është mi po bëj do ky tip është biznesmen, do bëj fëmijë të pritëve ajo. Po, një sekondë për nga vash, aty e leri plako. Ajo që s'merr vesh nga biologjia, Dea Michel është shumë e zgjuar, po supozojmë sikur Dea Michel mos merrte vesh nga biologjia ato. Ma det ke bylla s'ka gjë se bëjmë fëmijë dy direkt. I thotë po. Jo bëj atë parë. E thotë me pilula pa pilul, se e mësoi që e fut pilulën brenda në byll. Po, me pilulë. E nëse. Dhe tani plako kjo, pastaj ti merr vesh këtë vërtetë, thotë Gjosh, që sa unë humba biznes dhe mia. Koti si pjezove, i humba. Çfarë thua? Si humba? Humba, me natës janë në Las Vegas, babam i humba. Si humba, më ulla gjithë aty qivë. Jo aty ku marr ku jap. Kot. Ku marr ku jap. E humba gjithë. Po pastaj çfarë do bëjmë ndryshimin tonë? Ja do marrim nga ty, qifsharo. Ja po ta marrësh ti se ti ke gjetur lekë, se ti e financiarisht në rregull. Kam mashtru. Kam mashtru edhe unë kam mashtru. Edhe këtu plako, është një dashuri e rilindur. Tu dashuroheni të dy se jeni të dy. Për së dyti. Për së dyti, po. Sa bukur përfundoj. Nëse përfundoj ky podcast shumë bukur, sidoqë ti Dea Michel të dum shumë, je shumë e mirë dhe shpresojmë që në një ditë të jesh gati të vish në podcast dhe të na tregosh vërtet. Po, kishte vërtet ëmbët plako. Kam vërtet. Se vërtet Dea Michel. Po, se si flet me dëm të reja.
Se zakonisht ndryshon e folura. Çfarë? Po, vetëm sipër, se nuk e di, është një trend plak që i bën dhëmbët vetëm sipër. Nëse. Vetëm cipër. Po. Vetëm sipër. Nëse nga ky moment të podcast e deklarojmë të mbyllur. Ju duam shumë. Prandaj na mbështesni, mos harroni ta mbështesni në Patreon sepse aty ka vërtet rëndësi mbështetja juaj. Mos harroni ta shpërndani podcastin ke miqtë tuaj, na dëgjoni në YouTube, Spotify, në çdo platformë podcasti që ekziston. Nëse nuk kemi në një platformë shkruese do ta bëjmë pundur dhe aty, por mbi gjitha na dëgjoni në Patreon. Ku vodka me limon e kam vojërat e Ika. No.